Hap Ekspresin, diza tani se duaj kafe se të vrava. Duaj kafe të vrava? Kush e po të ti? Po të më thonë, e pim kafe në pa vrava. Ju pini kafe? Po, pi kafe dhe shkojmë. Po nëse thot aja kanë fik Ekspres. Po të shilojmë, forca të mund. Forca nuk ka gjë që zbanë. Të mytë, të varë, forca. E ndezi Ekspresin forca apo e fiku fare? Jam ra shumë vetëm pëse i kanë zgjedhur aty mik mas miku, kanë fut aty në punë, ati që nuk i takon. O një krim i madh. Në gjë mua. Të vrasë njëri për një kafe kjo krim. Si të fikit Ekspresi, si të banë gjitha të gjana, dhe të thamë një shembull se nuk e gjenë dot. Pse nuk e gjenë dot? Me një komisariat shumë afër këtu, shumë afër këtu, ngjitur me Tiranën, ka punuar sandista shef krimesh. Ngjitur me Tiranë këtu, mas dajtit, ngjitur ka punuar sandist. Edhe sot është shef krimesh. Ka thënë çfarë kërkon nga ky? Po nuk që e vërtet, me qenë do arreston vend. Sondis që shpon tokën? Po sandist, ka punuar sandist, ka marrë shkollën e mesme diku. Aty edhe ka punuar oficer krimesh. Shef krimesh, jo oficer. Shef krimesh. Mik mas miku, aty e kanë qo aty edhe shef krimesh me të bëha dhe të pandeur. Unë nuk e di se shtem. Për të kthyer edhe një herë tek tema që kishim ne për sa i përket rastit më të fundit që ka ndodhur në Durrës, ku dy të rinj janë vrarë si sebeb ishte kafja. Mirë nuk është me vrarë një tjetrin. Gjaja me keq në botë që të vrasin një tjetrin. Hajde gjenë se çfarë kanë pasur në kokë ato, çfarë kanë pasur ato që janë vrarë, se nuk janë vrarë kot. Sebebi që po bën bujë nëpër media ka qenë ai ka bën vend tjetër, edhe ka shkuar edhe ka dash një kafe aty edhe atë gjeti. Çfarë kërkon gjën? I themi në një gjuhë popullore, po që ta din të gjithë, po ta majnë men. Gërkova për kluf, po gjeta pall. Gërkova, po më kjo është gjë mesa gërkova për kluf, edhe gjeta pall. E di uson pall, se këta që nuk e thanë gjitha se o turp. Pall është ajo e sharrë. Po e sharra që ai që çan gurin. Matrapika, e kuptoj që. Spata. Ajo është. Atë që të kërkosh gjën. Se janë vrarë shumë veta. Më pse i kanë zgjedhur aty mik mas miku, kanë fut aty në punë, aty që nuk i takon. O një krim i madh. Sipas jush. U thash, sandist, ti je të drejtosh krimin në një rrethi. Atë kush e gjen atë? U vraj ai shkodrani, ai gjyqtari, më ka ardhur keq për te. Më ka ardhur keq për te, sepse atë nuk ku ka pas harta atëres në kohën atyre që kërkojnë harta sot, atë nuk ka pas inxhinier. Nuk ka pas inxhinier topograf. Kur as Tiranë, as Shkodër, as në gjithë Republikën. Ku ka pas? Kush është inxhinier? Ty të vjen keq për gjyqtarin apo për ata që Më vjen keq për gjithë. Nuk duhet vjen se vjen keq se unë më vjen keq se jam njëri. Pse të vrasin juve? Ju me interi, pse të vrasin ju? Ju nuk keni punë. Ata se di. Pra, që ju e keni jetën e gjatë, se ju tregoni atë realitetin, çfarë thotum? Po realiteti është që para 2-3 javësh u vra gjyqtari, tani u vra u ndodhja përplasje me kamarierin, pse s'u bëre kafe. Pse shqiptarët janë kaq gjak në tet? Çfarë na karakterizon? Por kanë njerëz pa punë, më burr. Pra puna, një pjesë kanë njerëz pa punë, një pjesë shpinë dhe për qef janë para mëdhej. Edhe ato, ai ndoshta ka qenë para mas. Ka shkuar aty, i ka thënë, unë nuk shes atë, pse të gjem me ty unë. Unë vi këtu ke ju, do me dhënë një intervistë, jo. Ta shqetësim me ty unë. Gjithë e ka ai që i ka shkuar aty. Ai ka përgjigj, unë nuk punoj më. Atë çfarë ka? Faja është atia. Se mund, po nuk e di se nuk kom qenë aty. Se po ti jesh aty në diçka e saktë. Unë kom thënë shumë fjalë, kom thënë kështu, po. E cishme është shqiptarët vritën për një kafe. Po për një kafe. Të vrasë njëri për një kafe kjo krim. Pra, unë kam ca hallet mia, ca problemet mia. Shumë halle. Se kanë halle shqiptarë, nuk kanë halle shqiptarë? Unë kam halle të mëdha. Tipit? Po, unë kam një nipe kam dëshmëria të dheut.
Motra ime më ka humbur aftësitë mendore, komplet. Motra nuk merr pensionin suplementar që i takon, sepse ka humbur aftësitë mendore. Unë jam shumë i moshuar, edhe mos më japin ngarkim. Ne kemi një pa mesa, ju bojnë thirrje nëpërmjet këtu, aman ta morin që ta shpëtojnë. Asaj motrës time i kanë bërë elektroshok. Në spitalin ke pesa, ka qenë shtruar, sa është ka humbur aftësitë mendore. Po bën mjekimet e nverhosur që shkon këtu. Është hanjur, ka ato shenjat, unë kam vizituar motrën, edhe unë tham gjëra faktike. Ju lutem shtetit, ministrit ato, që të manimoj motrën. Motra rrin fushkruj. Motra quhet Lumturi Sala. Nipi im dëshmërdheut është Etmon Zenel Shuka. Fatkesisht baba i ka vdekur më njëherë në Burrel. Motra është shumë smur. Aman, bëni më shteti. Jo mua. S'kam nevojë për lekë, unë kam pensionin tim, fëmijët e mi, po me motra kam shumë keq. Bëni më shteti. A është në spital? Jo, ka qenë në spital, është shtruar, ne kemi nxjerr. E keni nxjerr sepse i kanë bërë elektroshok. Po, ka bërë elektroshok. Më shfaq që i kanë bërë një Fatime. Që vjen turp. Prej lexonte profesor, doktoresh, aty profesor. Ku ka profesor në Shqipëri me bën elektroshok që shkon në Skënderbeut? Kjo është një krim i madh për motrën. Pse arrini ta bëni këtë gjë? Por të shi motra ka humbur aftësitë mendore, si kanë vdekur 2 djemt, dhe s'ka njëri më. Për këtë arsye ajo ishte e shtruar në spital apo? Po, ishte shtruar në spital, mjekësia, po nuk duhet përdor ato mi bën elektroshok. Megjithëse motra kam aty, unë do kërkoj edhe ekspert. Do kërkoj ekspert. Nëse nuk është vërtet, unë më njëherë do arrestohem sepse po akuzoj një mjek, një doktoresh. Pra ju jeni korrekt me ato që thoni dhe mbani përgjegjësi ligjore. Po mbaj përgjegjësi penale. Për çdo që thashë edhe për ato oficerët që është aty këtu nxitur me ta, nuk ja them emrin se nuk është mirë t'ja thosh emrin, Ministri e Mbrojtjes do të mori masa. Kurse për motrën time i kërkoj nim shtetit, që i ke kryeministri, që i ke presidenti, ku ti takoj të pyesin, motra rrin fushkruj. Ajo dihet, me pyet një nga fushkruja, e din gjendjen e motrës time. Nipin e kam ke varrezet dëshmorëve. Këtu. Nuk ka vranë rrugë madhe. E ka qurë shteti atje, kom takuar shefin atje përgjegjësin ku ka qenë nipim atje, më kanë pritur në mënyrë shkëlqyer. Po ato nuk kanë mundësi me mnimu. Jo me mnimu me lek, se unë lek nuk kam nevojë për lek, se unë kom pensionin tim. Çfarë kërkon ti? Tash unë kërkoj që motrën me thrasi shteti, ta shohi motrën, në rast i takon ai pensioni, t'ja japin. Sa i kërkon nim, sa ajo është e mbyllur, ka humbur aftësitë mendore, më shkoj me zor, ne vllai im, njerëz shkojnë atje me zor, se e gjen për koshat plenëve.